Qyteti nuk flinte, por atë natë, diçka brenda asaj vile më në fund u zgjua. Biznesmeni më i fuqishëm i vendit dëgjoi një zhurmë të pazakon nga kuzhina dhe gjeti shumë më tepër se sa enë që laheshin. Përballë një punonjëse të raskapitur dhe një çantë të dyshimt, ai zbulon një të vërtetë që lidh të kaluarën e tij me një sakrificë të heshtur. Dhe kur vendos të veproj, ajo që fillon si kureshtje shndërrohet në një kthes që ndryshon përgjithmonë dy jetë, përfshirë edhe të tijën. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni, duke vazhduar. Tirana nuk fle kur vërtet. Edhe në agimet më të qeta, qyteti pulson me një energji që duket se vjen nga brenda betonit, nga bulevardet boshe, nga dritaret e ndriçuara ku dikush ende punon, studion ose thjesht nuk arrin t'i mbyll sy. Për Marcel Tavarin, këto net pa fund ishin bërë pjesë e rutinës prej aq kohësh sa ai as nuk mbante mend më kur kishte fjetur mirë. Në moshën 52 vjeçare, ai drejtonte një nga konglomeratet më të mëdha të biznesit në vend, me biznese të shpërndara në 3 kontinente, mira punonjës dhe një reputacion të ndërtuar tull pas tulle gjatë 3 dekadave. Megjithatë, atë agim të së enjtes në vilën e tij në zonën e bllokut, suksesi profesional dukej si një titull i zbrazët përballë pagjumësisë që e ndiqte. Ishte ora 3:15 e mëngjesit kur Marceli hoqi dorë nga lufta me dyshekun. U ngrit ngadalë duke ndjerë peshën e viteve në shpinë dhe veshi shapkat prej lëkure të butë që qëndronin gjithmonë pranë shtratit. Shtëpia ishte plotësisht e qetë, e zhytur në atë errësirë të rëndë që ekziston vetëm kur edhe zhurmat e fundit të qytetit më në fund qetësohen. Ai zbriti shkallët e mermerit me hapa të ngadaltë, pa ndezur dritat, duke njohur çdo shkallë përmendësh. Qëllimi ishte të shëtiste pak, ndoshta të pinte një gotë ujë, kush e di, të shikonte kopshtin përmes dritareve të katit përdes dhe të përpiqej të organizonte mendimet që këmbëngulnin të rrotulloheshin pa pushim në kokë. Ishte atëherë kur dëgjoi zhurmën. Një tingull metalik, i matur por i pagabueshëm, që vinte nga drejtimi i kuzhinës. Pjata që përplaseshin, uji që rrinte, tingulli karakteristik i dikujt që lante enën. Marceli rudhi ballin, i intriguar. Stafi i punonjësve kishte orare të përcaktuara mirë dhe askush nuk duhej të punonte në atë orë. Shtëpiakja dilte gjithmonë në orën 6 pasdite dhe personeli i pastrimit arrinte vetëm pas orës 7 të mëngjesit. Çfarë dreqim po ndodhte? Ai ndoqi zhurmën duke kaluar korridorin që të çonte në krahun e shërbimit të shtëpisë. Dera e kuzhinës ishte gjysmë e hapur dhe një dritë e zbet dilte nga çarja. Marceli e shtyu derën ngadalë dhe pa, në lavamanin e madh prej inoksi, një figurë femërore të përkulur mbi një mal me enë. Ajo fërkonte pjatat me lëvizje të shpejta dhe mekanike, sikur po garonte kundër një ore të padukshme. Flokët e saj të kafta ishin kapur në një topuz të çrregullt dhe edhe me shpinë ishte e mundur të vërejë tensionin në shpatulla, qëndrimi i dikujt që mban një peshë që shkon shumë përtej lodhjes fizike. Beatrice Carvalli ishte 23 vjeç, por në atë moment dukej sikur kishte jetuar 2 fishin e kësaj. Syti i kishte të kuq, lëkura e duarve e irrituar nga uji i nxehtë dhe detergjenti i fortë. Kur ndjeu praninë e dikujt në kuzhinë, ajo u kthye e trembur, gati duke rrëzuar një goll. Kur pa Marcelin aty me pijame dhe me një shprehje midis kureshtares dhe të shqetësuarës, Beatrices i shpejtua zemra. Zotëri Marcel, më falni, nuk doja t'ju zgjoja, tha ajo shpejt, duke tharë duart në përparsen e lagur. Thjesht po e çoja pak përpara punën, e dini si është, nesër do të ketë atë drekën dhe stafi ngarkohet shumë. Marceli vëzhgoi skenën me vëmendje. Kishte diçka të çuditshme në atë shpjegim. Së pari, sepse ajo dreka ishte një ngjarje e vogël, informale, që nuk justifikonte askënd të punonte në mesnatë. Së dyti, sepse Beatrice ishte një nga punonjëset më të reja të shtëpisë, e punësuar rreth 6 muaj më parë për të ndihmuar në pastrim dhe organizim të përgjithshëm. Ajo kishte qenë gjithmonë diskrete, efikase, por mbante një distancë respekti nga të gjithë, nuk ndërhynte kurrë në biseda, nuk kërkonte kurrë asgjë. Tani, ja ku ishte, në orën 3 të mëngjesit, duke larë enët sikur bota do të mbaronte nëse kjo nuk bëhej menjëherë. Të çosh përpara punën, përsëriti Marceli me zë neutral. Në orën 3 të mëngjesit, Beatrice shmangu shikimin. Është se nuk po më zinte gjumi, kështu që mendova të përfitoja. Por mos u shqetësoni, zotëri, jam pothuajse duke mbaruar, do të largohem shpejt dhe nuk do t'ju shqetësoj më. Nuk është shqetësim, Beatrice. Thjesht po përpiqem të kuptoj çfarë po ndodh këtu.
Ishte atëherë kur Marceli vuri re çantën e shpinës mbështetur pranë derës së pasme. Ishte një çantë e vjetër, e konsumuar, me një çelësore të varur në zinxhir. Ai nuk mund ta shihte mirë nga larg, por kishte diçka të shkruar në çelësore. Dukeshin inicialet e një universiteti. Marceli ndjeu një shqetësim në rritje, atë ndjesi se ishte përballë diçka e të rëndësishme, por ende nuk mund t'i bashkonte të gjitha pjesët. Beatrice vuri re shikimin e tij dhe u ngut të merrte çantën, duke e vendosur në shpinë sikur donte ta fshite. Mirë atëherë, zotëri. Natën e mirë, ose më mirë, mirëmëngjes. Ajo kaloi pranë tij shpejt, duke shmangur kontaktin me sy, dhe doli nga kuzhina me hapa të shpejtë. Marceli mbeti aty për disa minuta, duke parë lavamanin ende plot me shkum, dritat e ndezura, qetësinë që kishte pushtuar sërish shtëpinë. Ai nuk ishte një person që injoronte detajet. Nuk kishte arritur aty ku ishte duke lënë pas dore shenja, duke injoruar sjellje jashtë standardit. Dhe gjithçka në atë situatë bërtiste se diçka ishte thellësisht gabim. Të nesërmen, sapo filloi orari i punës, Marceli thiri Robert Andonin, shefin e tij të burimeve njerëzore. Roberti ishte një burr kompetent, diskret, që punonte me të prej më shumë se 15 vitesh. Ata u takuan në zyrën e vilës, një dhomë e gjerë me rafte librash dhe një tavolinë prej druri mahagoni që i kishte përkitur babait të Marcelit. Robert, më duhet të mbledh disa informacione për një punonjëse, tha Marceli, duke i dhënë një fletë me emrin e plot të Beatrices. Dua të di gjithçka, historikun profesional, familjar, ku jetonte para se të punonte këtu, nëse ka regjistrim akademik, çdo gjë të rëndësishme. Roberti mori letrën, lexoi emrin dhe pohoi me kokë. Ndoshta. Ndonjë problem me të, Marcel? Nuk e di ende. Thjesht duhet ta kuptoj më mirë situatën. Dhe Robert, e dua këtë sot. E kuptova. Në orën 5 pasdite, Roberti u kthye me një dosje. Pamja e tij ishte serioze, pothuajse e shqetësuar. Ai vendosi dokumentet mbi tavolinë dhe filloi të shpjegonte ndërsa Marceli shfletonte faqet. Marcel, situata e Beatrices është më komplekse nga sa e imagjinoja. Ajo nuk është thjesht një punonjëse tjetër pa kualifikim. Në fakt, ajo ishte një studente e jashtëzakonshme e Universitetit të Tiranës. Bursë e plot, merita akademike, ishte pjesë e një programi nxitës për talente të reja. Studionte administrim biznesi dhe ishte ndër më të mirat e klasës. Rreth 6 muaj më parë, ajo braktisi gjithçka. Thjesht ndaloi së ndjekuri leksionet, ndërpreu regjistrimin dhe u zhduk nga regjistrat. Marceli ngriti syt, i befasuar. Braktisi? Pse? Këtu është çështja. Sipas asaj që arrita të zbuloj, nëna e saj u sëmur. Rënd. Ndonjë problem shëndetësor që kërkon trajtim të vazhdueshëm, ilaçe të shtrenjta, ndjekje në klinikë private. Nëna nuk ka mundësi të punojë dhe nuk ka askush tjetër në familje. Babai ndërroi jetë shumë vite më parë dhe Beatrice është vajzë e vetme. Ajo la gjithçka për të mbajtur të dyja. Marceli mbylli syt për një moment duke përpunuar informacionin. Ai e njihte shumë mirë ndjesinë e të qenit i detyruar të bënte zgjedhje të pamundura, të mbante përgjegjësi që ishin shumë të mëdha për shpatullat e një personi të vetëm. Vazhdoi të shfletonte dosjen derisa një fotografi e vjetër i tërhoqi vëmendjen. Ishte një imazh bardhë e zi, tashmë i zverdhur nga koha. Tregoi një burr me uniformë ushtarake, me qëndrim të fortë, me shikim serioz. Kush është ky? Pyeti Marceli, duke treguar foton. Roberti konsultoi shënimet e tij. Ky është gjyshi nga nëna i Beatrices. Kolonel Armand Silva, ushtarak në pension. Ai ishte i huaj, por u naturalizua shqiptar pasi u martua. Sipas regjistrave, shërbeu në misione ndërkombëtare, veproi në vende të ndryshme. Marceli mori foton me kujdes, duke e afruar me fytyrën. Kishte diçka në atë fytyrë që ai e njihte. Jo personalisht, por nga ndonjë vend i largët në kujtesë. Ai u ngrit nga karrigia, shkoi te një raft në qoshe të zyrës dhe hapi një sirtar që rrallë e prekte. Nga aty, nxori një kuti metalike të vjetër, plot me letra dhe dokumente të ruajtura për dekada. Ishin letra që nëna e tij kishte marrë shumë vite më parë, pasi vëllai i tij i madh, Andrea, kishte vdekur në një mision humanitar jashtë vendit. Marceli ishte vetëm 19 vjeç në atë kohë dhe dhimbja e asaj humbjeje ishte ende një plagë që nuk u shërua kurrë plotësisht.
Ai shfletoi letrat derisa gjeti një prej tyre, të nënshkruar nga një oficer ushtarak. Shkrimi ishte i fortë, i respektueshëm dhe tregonte ditët e fundit të Andreas me detaje që vetëm dikush që kishte qenë pranë tij mund t'i dinte. Marceli lexoi emrin në fund të letrës, Kolonel Armand Silva. Zemra i shpejtua. Ai mori foton që Roberti kishte sjellë dhe e krahasoi me imazhin mendor që kishte të atij emri. Ishte i njëjti person. Burri që shkroi ato letra, që ngushëlloi nënën e tij në distancë, që pati humanizmin për të mos e lënë familjen në errësirë, ishte gjyshi i Beatrices. Zoti im, murmuriti Marceli, duke u ulur sërish. Robert, e di çfarë do të thotë kjo? Roberti tundi kokën, pa kuptuar mirë. Marceli mori frym thellë dhe shpjegoi. Ky burr, koloneli, ishte me vëllain tim kur ai ndërroi jetë. Ishte ai që i dërgoi letrat nënës sime, ishte ai që u kujdes që trupi i Andreas të kthehej në shtëpi me dinjitet. Nëna ime i ruajti ato letra deri në fund të jetës. Ato ishin e vetmja gjë që i dha kuptim asaj tragjedie. Mbretëroi një heshtje e rëndë në dhomë. Roberti më në fund e kuptoi dimensionin e gjithë kësaj. Marceli mbante dosjen me të dyja duart, syt të fiksuar në foton e kolonelit. Nuk mund të injoroj thjesht këtë, tha Marceli, më shumë për vete se sa për Robertin. Kjo vajzë po shkatëron veten për t'u kujdesur për nënën, në të njëjtën mënyrë si gjyshi i saj një ditë u kujdes për familjen time. Më duhet të bëj diçka. Çfarë ke ndërmend të bësh? Pyeti Roberti, i kujdesshëm. Do të shkoj atje. Më duhet të njoh situatën nga afër, të kuptoj çfarë po përballet ajo. Dhe pastaj do të shohim se çfarë mund të bëhet. Të nesërmen, Marceli i kërkoi Robertit të gjente adresën ku jetonte Beatrice. Ishte një ndërtesë e vjetër në Tiranën lindore, në një lagje popullore, me fasadë të konsumuar dhe boj të zhveshur. Marceli parkoi makinën në rrugë, shikoi përreth dhe vuri re kontrastin e theksuar midis atij vendi dhe botës ku jetonte ai. Ngjiti shkallët e ngushta deri në katin e tretë dhe trokiti në derën e apartamentit. Beatrice hapi dhe kur pa kush ishte, u zbe nga frika. Zotëri Marcel, çfarë po bëni këtu? Më duhet të flas me ty, Beatrice. Dhe me nënën tënde, nëse është e mundur. Beatrice hezitoi, por më në fund hapi derën. Apartamenti ishte i vogël, i pastër dhe i organizuar, por ishte e pamundur të mos vërejej varfëria. Mobilje të vjetra, mure me lagështir, një erë ilaçesh në ajër. Në dhomën e vogël të ndenjes, ulur në një koltuk të konsumuar, ishte zonja Helena, nëna e Beatrices. Ajo ishte një grua rreth 50 vjeç, por dukej shumë më e vjetër. Fytyra ishte e zbetë, sytë të thelluar dhe ajo lëvizte me vështirësi. Megjithatë, u përpoq të ngrihej kur pa vizitorin. Nuk ka nevojë të ngriheni, zonja Helena, tha Marceli, duke kërkuar leje dhe duke u ulur në divan. Unë thjesht erdha këtu sepse më duhet të kuptoj disa gjëra. Beatrice qëndroi në këmbë, nervoze, duke shtrënguar duar. Marceli i shikoi të dyja dhe filloi të bënte pyetje. Zonja Helena, me zë të dobët por dinjitos, tregoi historinë. Ajo kishte punuar gjithë jetën si robaqepse, e rriti vajzën vetëm pasi bashkëshorti ndërroi jetë në një aksident pune. Beatrice kishte qenë gjithmonë një studente e shkëlqyer, fitoi bursën në universitet dhe zonja Helena kishte krenari të thoshte se vajza e saj do të ishte e para në familje që do të diplomohej. Por atëherë erdhi sëmundja. Fillimisht ishin dhimbje që ajo injoroi, pastaj analiza që treguan diçka serioze. Trajtimi nga sistemi publik ishte shumë i gjatë, radhët të pafundme, dhe ajo po përkeqësohej shpejt. Beatrice, e dëshpëruar, filloi të kërkonte punë për të paguar një klinikë private. Ishte atëherë kur gjeti punën në vilën e zotëri Marcelit. Dhe ti e braktise fakultetin për këtë? Pyeti Marceli, duke parë Beatricen. Ajo pohoi me kokë, syt e përlotur. Nuk kisha zgjidhje. Zotëri. Nëna ime kishte nevojë për mua. Paratë e bursës nuk mjaftonin për të paguar trajtimin, dhe unë nuk mund ta lija të vuante pa bërë asgjë. Zonja Helena ndërhyri, me zë të mbytur. I thash të mos e bënte këtë, i thash se do të isha mirë, se ajo duhet të mendonte për të ardhmen e saj. Por bia është kokëfort, ka qenë gjithmonë. Ajo nuk më dëgjon. Marceli ndjeu një shtrëngim në gjoks.
A i pate ato 2 gra një reflektim të diçkaje që a i e njite mirë, sakrificën e heshtur, dhimbjen e fshehur, forcën e atyre që nuk kanë zgjidhje tjetër veç se të vazhdojnë përpara. A i qëndroi aty për pothuajse 1 orë, duke dëgjuar, duke bërë pyetje, duke kuptuar çdo detaj. Kur më në fund u ngrit për t'u larguar, a i shikoi Beatricen me një vendosmëri që ajo nuk e kishte parë kur më parë. Unë do ta zgjidh këtë, Beatrice. Nuk e di ende si, por do ta zgjidh. Zotëri Marcel, ne nuk mund të pranojmë bamirësi, ne nuk duam të jemi barë. Nuk është bamirësi, Beatrice. Është drejtësi. Dhe këtë do ta shpjegoj më mirë në një moment tjetër. A i doli nga apartamenti me kokën plot mendime. Në makinë, para se të ndiste motorin, Marceli mori celularin dhe i telefonoi Robertit. Nesër në mëngjes, të dua në zyrën time. Do të hartojmë një plan. Do të kujdesemi për trajtimin e nënës së Beatrices, do të zgjidhim situatën e saj financiare dhe do të bëjmë çfarëdo që të jetë e nevojshme që ajo të kthehet të studiojë. Marcel, je i sigurt për këtë? Po, Robert. Më i sigurt se për çdo biznes që kam mbyllur në jetë. Pas mbylljes së telefonatës, Marceli shikoi nga dritarja e makinës drejt ndërtesës ku jetonte Beatrice. A i nuk i dinte ende të gjitha detajet se si do të funksiononte kjo, por një gjë ishte e qartë në mendjen e tij. Për herë të parë pas shumë kohësh, a i kishte një mundësi reale për të bërë një ndryshim në jetën e dikujt. Dhe këtë herë, nuk do ta linte të ikte. Në ditët në vijim, Marcel Tavari veproi me një vendosmëri që as a i vetë nuk priste ta ndjente. Ishte sikur, pas vitesh lundrimi në pilot automatik, drejtimi i takimeve, nënshkrimi i kontratave dhe marrja e vendimeve që lëviznin miliona, a i kishte gjetur më në fund diçka që vërtet kishte rëndësi. Diçka që prekte një pjesë të tij që kishte qenë e fjetur për një kohë të gjallë. Robert Andoni hartoi një raport të plot mbi situatën e Beatrices dhe zonjes Helena, dhe ajo që zbuloi ishte edhe më serioze nga sa Marceli imagjinonte. Klinika ku zonja Helena ishte në listën e pritjes kërkonte shuma absurde, por edhe ashtu nuk garantonte shërbim të menjëhershëm. Beatrice kishte paguar një tarifë mujore vetëm për ta mbajtur nënën në radhë, pa ditur me saktësi kur do të merrte vërtet trajtimin. Përveç kësaj, ilaçet që zonja Helena kishte nevojë konsumonin pothuajse të gjithë pagën e vajzës. Qiraja e apartamentit ishte e prapambetur për 3 muaj dhe pronari tashmë kishte kërcënuar me dëbim. Për të përkeqësuar situatën, Roberti zbuloi diçka që e la Marcelin të indinjuar. Beatrice kishte punuar orë shtesë në vilë, shpesh duke mbërritur para orarit dhe duke u larguar pas tij. Por nuk kishte pranuar kur të merrte pagesë shtesë për këtë. Në dokumentet e brendshme, kishte regjistrime ku ajo nënshkruante terma duke hequr dorë nga orët shtesë, duke e klasifikuar atë përpjekje si punë vullnetare. Një mbikëqyrës të cilin Marceli as nuk e njihte mirë, e kishte miratuar këtë pa pyetur, duke pranuar me dëshirë forcën punëtore falas. Ky është një absurd, Robert, tha Marceli, duke goditur me dorë në tavolinë. Si ka mundësi që dikush në kompaninë time e la këtë të ndodhte? Si ka mundësi që askush nuk vuri re se ka një punonjëse që po vdes duke punuar dhe nuk pranon pagesën që i takon? Robert i pshërtiu. Marcel, kompania është e madhe. Ka shumë njerëz, shumë sektor. Ndonjëherë këto gjëra kalojnë pa u vënë re, veçanërisht kur vetë personi nuk ankohet. Beatrice ka qenë gjithmonë diskrete, nuk ka kërkuar kur asgjë, nuk është ankuar kur për asgjë. Për mbikëqyrësit, ajo ishte thjesht një punonjëse tjetër efikase. E po, tani nuk do të jetë më kështu. Dua që ti ta therrasësh atë mbikëqyrës për një takim. Dua shpjegime. Dhe dua gjithashtu që ti të verifikosh nëse ka dikush tjetër në këtë situatë. Nëse ka, zgjidhe. Askush në kompaninë time nuk do të punoj falas, veçanërisht jo sepse është i dëshpëruar. Marceli i kërkoi gjithashtu Robertit të kontaktonte klinikën ku zonja Helena po priste trajtim. Ai donte që trajtimi të fillonte menjëherë dhe ishte i gatshëm të mbulonte të gjitha shpenzimet. Klinika, kur mori vesh kush po bënte kërkesën, hapi hapësirë në agjend pa vonesë. Fundja, emri Marcel Tavari hapte dyer kudo në Tiranë. Por Marceli bëri kujdes të theksonte, ai nuk donte që Beatrice të dinte se nga vinin paratë. Të paktën jo ende. Ai e dinte se ajo kishte krenari, se nuk do ta pranonte lehtë, dhe ai duhej të gjente mënyrën e duhur për të folur me të për këtë. Ndërkohë, Beatrice vazhdonte rutinën e saj raskapitse.
Përveç punës në vilë, ajo kishte gjetur një punë të dytë në një kafe nate në zonën e bulevardit Dëshmorët e Kombit. Ishte një vend i vogël, pak i fshehur në një galeri që funksiononte deri në orët e vona duke shërbyer publikun bohem të zonës. Beatrice hynte në orën 10 të mbrëmjes dhe dilte në orën 4 të mëngjesit dhe pastaj merrte një autobus të mbushur plot deri në vilën në zonën e bllokut për të filluar turnin e mëngjesit. Ajo flinte, kur më së shumti, 3 orë në ditë. Sytë e thelluar, rrafët e zinj të thellë dhe lëkura e zbehtë denonconin gjendjen në të cilën ajo ndodhej. Por ajo nuk ankohej. Nuk kërkonte ndihmë. Thjesht vazhdonte ditë pas dite, sikur kjo të ishte e vetmja rrugë e mundshme. Ishte Roberti ai që zbuloi për punën e dytë. Ai por i shikonte dokumentet e Beatrices kur vuri re se adresa e dërgimit të një fletëpagese të vjetër ishte e ndryshme nga apartamenti ku ajo jetonte. Kur e shtar, ai hetoi dhe zbuloi se ishte adresa e kafes. Roberti shkoi atje një natë i maskuar dhe pa Beatricen duke punuar. Ajo shërbente tavolina, pastronte banakët, lante gota, të gjitha me të njëjtën përkushtim mekanik të dikujt që është në kufit e forcave, por nuk mund të ndalojë. Menaxheri i vendit, një burr i shkurtër dhe me pamje të ashpër, i trajtonte punonjësit me ashpërsi, duke bërtitur urdhra dhe duke u ankuar për çdo gabim. Roberti pa kur ai tërhoqi vëmendjen Beatrices para të gjithëve sepse ajo kishte vonuar një minutë më shumë për të sjellë një porosi. Ajo uli kokën, kërkoi falje dhe u kthye në punë. Roberti i telefonoi Marcelit sapo doli nga kafeneja. Marcel, duhet ta shohësh këtë. Situata është më e keqe nga sa mendonim. Ajo po punon në 2 vende, praktikisht pa gjumë. Dhe ai që komandon kafenen është një shfrytëzues. I trajton punonjësit si plehra. Marceli ndjeu zemërimin të rritej. Ku ndodhet kjo kafene? Në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Por Marcel, nuk do të bësh diçka të nxituar, apo jo? Do të bëj. Nesër në mbrëmje do të shkoj atje. Dhe ti do të vish me mua. Në mbrëmjen tjetër, Marceli dhe Roberti parkuan përballë galerisë ku ndodhej kafeneja. Ishte pothuajse ora 2 e mëngjesit dhe lëvizja ishte e pakët. Ata hynë dhe u ulën në një tavolinë në qoshe. Beatrice ishte pas banakut duke organizuar filxhanët. Kur pa Marcelin, ajo ngriu. Fytyra i zbardh dhe ajo shikoi përreth e dëshpëruar sikur donte të gjente një rrugdalje. Menaxheri vuri re tensionin dhe u afrua. Ndonjë problem këtu? Pyeti ai duke parë me dyshim Marcelin. Asnjë problem, u përgjigj Marceli pa ja hequr syt Beatrices. Thjesht erdha të marr punonjësen time. Ajo po largohet tani. Si kështu po largohet? Ajo ka ende 2 orë turn. Nëse ajo largohet më parë, është e pushuar nga puna. Marceli u ngrit ngadalë dhe prania e tij mbushi ambientin. Ai ishte i gjatë, kishte shpatulla të gjera dhe një qëndrim që impononte respekt pa pasur nevojë për fjalë. Shikoi menaxherin me një ftohtësi që bëri burrin të bënte një hap pas. Ajo nuk do ta mbaroj turnin. Dhe nuk do të kthehet më kurrë këtu. Mund të konsideroni se ajo dha dorëheqjen tani. Menaxheri u përpoq të imponohej. Shikoni, nuk e di kush mendoni se jeni, por këtu unë komandoj. Vajza ka një kontratë, ajo nuk mund të largohet thjesht kështu. Roberti u ngrit gjithashtu dhe nxori një kartë vizit nga xhepi, duke ia dhënë menaxherit. Burri lexoi dhe shpreha ndryshoi menjëherë. Karta kishte emrin e kompanisë së Marcelit dhe kushton në Tiranë e njëjtë atë marrë. Nëse përpiqesh të krijosh ndonjë problem për këtë vajzë, do të duhet të përballesh me mua dhe me një ushtri avokatësh. Është e qartë? Menaxheri gëlltiti thatë dhe pohoi me kokë. Beatrice, ende e ndalur pas banakut, po dridhej. Ajo hoqi përparsen, mori çantën e shpinës dhe u nis drejt Marcelit, syt plot me lopë të përmbajtur. Zotëri Marcel, unë kam nevojë për këtë punë. Kam nevojë për paratë. Nuk ke më nevojë, Beatrice. Do të flasim në makinë. Ata dolën nga kafeneja dhe hynë në makinën e Marcelit. Beatrice u ul në sediljen e pasme, duke përqafuar çantën e shpinës dhe filloi të qante ngadalë. Marceli, nga sedilja e përparme, priti disa minuta para se të fliste. Roberti qëndroi në heshtje, duke respektuar atë moment. Beatrice, unë di gjithçka.
E di që ti e braktise fakultetin, e di që nëna jote është e sëmur, e di që po punon në 2 vende, pa gjumë, duke vyer veten për të paguar faturat. Dhe e di gjithashtu që ti ke frikë të pranosh ndihmë sepse mendon se do të bëhesh barë. Por më duhet të më dëgjosh tani. Ai u kthye për ta parë. Beatrice fshiu lotët me shpinën e dorës duke u përpjekur të qetësoj. Gjyshi i nënës tënde, koloneli Armand Silva, ishte një burr shumë i rëndësishëm për familjen time. Ai ishte me vëllain tim kur ai ndërroi jetë, shumë vite më parë, në një mision jashtë vendit. Ai i shkroi letra nënës sime, letra që ajo i ruajti deri në fund të jetës, sepse ishin e vetmja gjë që i jepte kuptim asaj humbjeje. Unë u rrita duke dëgjuar nënën time të fliste për atë burr me mirënjohje, me respekt. Dhe tani zbuloj se mbesa e tij po vuan, po shkatëron veten, dhe unë kam mundësinë të bëj diçka. Mendon se unë do ta injoroj thjesht këtë? Beatrice e shikoi, e befasuar. Gjyshi im. Nëna ime nuk fliste shumë për të, vetëm se ishte ushtarak, që kishte udhëtuar shumë. Ai ishte më shumë se kaq, Beatrice. Ai ishte një burr me nder. Dhe unë nuk do ta lejoj që mbesa e tij të humbas sepse askush nuk i shtriu dorën. Pra, ja çfarë do të ndodh, nëna jote do të filloj trajtimin në klinik nesër. Faturat e qiras do të paguen. Dhe ti do të kthehesh në universitet. Beatrice tundi kokën, e dëshpëruar. Zotëri Marcel, unë nuk mund ta pranoj këtë. Unë nuk mund të bëhem barë për ju, unë nuk dua të kem borxhe, unë nuk dua që njerëzit të mendojnë se po përfitoj. Nëse ti do të ishe në vendin e Beatrices, do ta kishe pranuar ndihmën e Marcelit apo do të kishe bërë diçka tjetër? Na tregoni në komente. Marceli mori frym thellë. Beatrice, të pranosh ndihmë nuk është dobësi. Dhe nuk është të përfitosh. Ndonjëherë, gjëja më e fortë që mund të bëjmë është të lëmë dikë të kujdeset për ne. Nëna jote ka nevojë për trajtim. Ti ke nevojë të pushosh, të studiosh, të kesh një mundësi për të ndërtuar një të ardhme. Dhe unë kam mundësinë të ndihmoj në këtë. Nuk po kërkoj asgjë në këmbim, nuk po pres mirënjohje të përjetshme. Thjesht po bëj atë që është e drejtë. Mbretëroi një heshtje e gjatë brenda makinës. Roberti, i cili po ngiste, nuk tha asgjë, por shikonte në pasqyrën e pasme, duke parë shprehjen e Beatrices që ndryshonte pak nga pak. Rezistenca ishte ende aty, por tani kishte edhe një shkëlqim shprehse, një ndriçim në sy që ajo nuk e kishte pasur prej muajsh. Nuk ke nevojë të thuash asgjë tani. Thjesht duhet të besosh. Nesër në mëngjes do të dërgoj dikë të marrë nënën tënde për ta çuar në klinik. Ti do të shkosh bashk. Dhe në fundjavë do të zgjidhim situatën e qiras dhe do të fillojmë të organizojmë kthimin tënd në fakultet. Mirë. Beatrice pohoi me kokë, ende duke mos besuar plotësisht në atë që po ndodhte. Kur makina u ndal përballë ndërtesës ku ajo jetonte, ajo zbriti ngadalë, u kthye nga Marceli dhe tha, me zë të mbytur, faleminderit, zotëri Marcel. Vërtet faleminderit. Ai thjesht pohoi me kokë dhe makina u largua duke e lënë Beatricen aty, vetëm në rrugën e zbrazët, me një ndjenjë të çuditshme lehtësimi të përzier me frikë. Frikë se kjo ishte shumë e mirë për të qenë e vërtet, frikë se diçka do të shkonte keq, frikë se nuk do të ishte në lartësinë e asaj ndihme. Por për herë të parë pas shumë kohësh, ajo ndjeu edhe diçka që kishte harruar, shpresë. Në mëngjesin e nesërm, zonja Helena u dërgua në klinik me një makinë private të dërguar nga Marceli. Beatrice shkoi bashk, duke mbajtur dorën e nënës gjatë gjithë udhëtimit. Klinika ishte një vend i gjerë, i pastër, me kopshte të mirëmbajtura dhe një staf të vëmendshëm. Kur ato u pritën në recepcion, sekretarja e trajtoi zonjën Helena me një kujdes që të dyja nuk ishin mësuar ta merrnin. Nuk kishte radhë, nuk kishte pritje të pafundme. Në më pak se gjysmë ore, zonja Helena po ekzaminohej nga një mjek, po bënte analiza, po merrte vëmendje. Beatrice, ulur në sallën e pritjes, nuk mund të ndalonte së qari. Ishin lot lehtësimi, lodhjeje, të aq shumë gjërave të mbajtura brenda që më në fund mund të dilnin. Një infermiere u afrua, i ofroi një gotë ujë dhe u ul pranë saj. Nëna juaj është në duar të mira, tha ajo, me një buzëqeshje të butë. Doktori Mendes është një nga më të mirët në këtë fushë. Ajo do të përmirësohet, besojeni. Beatrice falenderoi, fshiu fytyrën dhe u përpoq të qetësoi.
Orë më vonë, kur mjeku më në fund doli për të folur me to, ai shpjegoi se zonja Helena do të kishte nevojë për një trajtim të gjatë, me ilaçe specifike dhe ndjekje të rregullt, por që kishte shanse reale shërimi. Të dëgjoje këtë ishte si të merrje një shans të dytë në jetë. Zonja Helena, ende e dobët por me sy që i shkëlqenin, mbajti dorën e vajzës dhe tha, "Ne do të jemi mirë, vajza ime. Për herë të parë pas shumë kohësh, unë besoj se do të jemi mirë." Atë natë, kthyer në apartament, Beatrice i telefonoi Marcelit. Ajo nuk e kishte numrin e tij personal, kështu që telefonoi kompaninë dhe kërkoi të transferohej. Kur më në fund arriti të fliste me të, zëri i saj ishte i mbytur. "Zotëri Marcel, nuk di si t'ju falenderoj. Nëna ime është mirë, mjekët thanë se ka trajtim, se ajo do të përmirësohet. Unë nuk do të harroj kur atë që bëte për ne." Marceli, në anën tjetër të linjës, ndjeu një ngrohtësi në gjoks që nuk e kishte ndjerë prej shumë kohësh. "Gëzohem, Beatrice. Shumë gëzohem vërtet. Dhe mos harro, ky është vetëm fillimi. Javën tjetër do të fillojmë të zgjidhim pjesën tjetër." Në ditët në vijim, Marceli përmbushi çdo premtim. Qiraja e prapambetur u shlye dhe pronari i apartamentit, i cili më parë kërcënonte me dëbim, papritmas u bë jashtëzakonisht i sjellshëm. Marceli gjithashtu kontaktoi Universitetin e Tiranës duke shpjeguar situatën e Beatrices dhe duke kërkuar një mundësi që ajo të kthehej të studionte. Universiteti, i cili kishte regjistrime të performancës së saj të shkëlqyer, pranoi të rihapte regjistrimin me kusht që Beatrice të plotësonte disa formalitete dhe të bënte provime nivelizimi. Marceli u ofrua të mbulonte çdo kosto lidhur me studimet, por theksoi se Beatrice duhet të mbante punën e saj në kompani në një pozicion më të lehtë, me orar të reduktuar, në mënyrë që ajo të kishte kohë të studionte dhe të kujdesej për nënën. Beatrice, ende e pasigurt, pranoi gjithçka me një përzierje mirënjohjeje dhe frike. Ajo kishte frikë se nuk do të arrinte të ndiqte leksionet pas aq shumë kohësh ndërprerje, frikë se do të zhgënjente Marcelin, frikë se gjithçka do të shembej papritmas. Por ajo gjithashtu e dinte se nuk mund ta humbiste atë shans. Për herë të parë pas shumë kohësh, ajo kishte një mundësi reale për të rindërtuar jetën. Dhe ajo nuk do ta linte të ikte. Javët në vijim sollën ndryshime që Beatrice nuk i kishte imagjinuar kur të mundshme. Zonja Helena po i përgjigjej mirë trajtimit në klinik, duke fituar ngjyrë në fytyrë, duke rimarrë forcat dhe duke buzëqeshur sërish në një mënyrë që vajza nuk e kishte parë prej muajsh. Konsultat ishin të rregullta, mjekët të vëmendshëm dhe për herë të parë pas shumë kohësh, një horizont shpresë reale po shfaqej për të dyja. Beatrice ndiqte çdo seancë, çdo ekzaminim, çdo bisedë me mjekët dhe ndjente sikur po shihte nënën e saj të ringjallej pak nga pak. Pesha që ajo mbante në shpatulla filloi të zvogëlohej dhe ajo arrinte të merrte frymë ndryshe, më lehtë, më pak mbytëse. Marceli mbajti fjalën në çdo detaj. Beatrice u ripozicionua brenda kompanisë, duke kaluar nga ekipi i pastrimit në një funksion administrativ të lehtë, me orar të reduktuar dhe pagë të ruajtur. Ajo punonte nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 2 pasdite, gjë që i jepte kohë të shkonte në universitet në periudhën e mbrëmjes dhe të vizitonte nënën në klinikë sa herë që ishte e nevojshme. Në fillim, disa punonjës e pan të çuditshme ndryshimin, përshpëritën nëpër korridore, spekuluan për favorizim. Por Robert Andoni, me autoritetin e dikujt që e njihte të gjithë historinë, e theksoi qartë në një takim me mbikëqyrësit se ai vendim vinte direkt nga Marcel Tavari dhe nuk ishte i hapur për diskutime. Kushto që kishte problem me këtë mund të kërkonte një punë tjetër. Beatrice, megjithatë, mbante ende një pasiguri të thellë. Ajo ndihej borxhlie, sikur i detyrohej diçka të pamundur për t'u paguar, dhe kjo e bënte të ndihej jo rehat. Sado që Marceli përsëriste se nuk priste asgjë në këmbim, ajo nuk mund të çlirohej nga ndjesia se po ishte barë, se po përfitonte nga një situatë që ishte, në thelb, rezultati një tragjedie të së kaluarës. Ajo punonte me përkushtim të dy fish, gjithmonë arrinte herët, gjithmonë ofrohej për të ndihmuar në çdo detyrë, gjithmonë shmangte çdo gabim. Kishte frikë ta zhgënjente, frikë se ai do të kuptonte se kishte bërë një gabim duke e ndihmuar atë. Ishte Roberti ai që vuri re tensionin te ajo dhe vendosi të fliste. Ai e thiri për një takim informal në zyrën e tij, i ofroi një kafe dhe shkoi direkt në thelb. Beatrice, ti po e vret veten sërish. Në një mënyrë tjetër, por po e vret. Ti rri deri vonë çdo ditë, ofrohesh të bësh gjithçka, nuk pranon ndihmë nga askush. Pse e bën këtë?
Ajo shikoi filxhanin e kafes, pa ditur mirë çfarë të përgjigjej. Thjesht dua të tregoj se meritoj të jem këtu, e di? Dua që njerëzit të shohin se nuk jam këtu vetëm sepse zotëri Marseli pati mëshirë për mua. Roberti pshërtiu. Beatrice, askush këtu nuk ka mëshirë për ty dhe ti nuk ke nevojë të provosh asgjë për askën. Marseli të ndihmoi sepse ai patet i dikë që meriton një shans. Dhe ai nuk gabon zakonisht në këto gjykime. Kështu që qetësohu, bëje punën tënde mirë, por ndalo se përpjekuri të jesh perfekte gjatë gjithë kohës. Ti je njeri, mund të gabosh, mund të kërkosh ndihmë, mund të kesh një ditë të keqe. Mirë? Ajo buzëqeshi, për herë të parë pas javësh, një buzëqeshje e sinqertë. Do të provoj, Robert. Premtoj që do të provoj. Në universitet, kthimi ishte më i vështirë nga sa priste Beatrice. Ajo duhej të bënte provime nivelizimi për të vërtetuar se ende kishte një uri të mjaftueshme për të vazhduar kursin dhe frika e dështimit ishte paralizuese. Gjatë ditëve të para, ajo mezi arrinte të përqendrohej. Shihte kolegët më të rinj, plot energji dhe besim, dhe ndihej e zhvendosur, sikur nuk i përkiste më atij boll. Disa profesorë e njohën dhe shfaqën gëzim që e shihnin sërish, por të tjerë që nuk e njihnin e trajtonin me indiferencë. Beatrice studionte çdo natë, rishikonte lëndë të vjetra, bënte ushtrime deri vonë dhe shpesh arrinte në shtëpi e raskapitur dhe ende qëndronte zgjuar, me frikë se nuk do të arrinte të kalonte provimet. Ishte zonja Helena ajo që vuri re gjendjen e vajzës. Një natë, kur Beatrice u kthye në shtëpi pas një dite tjetër intensive, nëna ishte ulur në dhomën e ndenjes, duke e pritur. Zonja Helena ishte tashmë shumë më mirë, arrinte të lëvizte vetë, të bënte punë të vogla shtëpie dhe kishte rimar atë vendosmëri që kishte pasur gjithmonë. Ulu këtu, Beatrice, tha ajo, duke treguar divanin. Ne duhet të flasim. Beatrice u ul, e shqetësuar. Ndodhi diçka, nën? Je mirë? Unë jam shkëlqyeshëm, vajza ime. Më mirë se sa kam qenë prej muajsh. Por ti nuk je. Ti vazhdon të ngarkosh veten shumë, vazhdon të mbash botën në shpatulla. Unë të njoh, Bia. E di që je e tmerruar nga provimet, e di që mendon se do të shgënjesh zotëri Marselin, e di që ke frikë se gjithçka do të shembet sërish. Por më duhet të kuptosh një gjë. Zonja Helena mori dorën e vajzës duke e shtrënguar fort. Ti nuk ke nevojë të jesh perfekte. Ti nuk ke nevojë të provosh asgjë për askën. Ajo që ke bërë, sakrifica që bëre për mua, kjo ka provuar gjithçka. Ti je një vajzë e mrekullueshme, një grua e fortë, dhe çdo person që nuk e sheh këtë është i verbër. Kështu që ndalo së torturuari veten, ndalo së menduari se duhet të jesh më e mira në gjithçka. Bëje më të mirën tënde, por nëse gabon, është në rregull. Nëse nuk kalon ndonjë provim, është në rregull. Ne do të gjejmë një mënyrë. Gjithmonë kemi gjetur. Beatrice filloi të qante dhe përqafoi nënën fort. Kam aq shumë frikë, nën. Frikë se gjithë kjo do të mbaroj, frikë se unë nuk do të arrij, frikë se do të humbas gjithçka sërish. E di, vajza ime. Edhe unë kam frikë. Por ne nuk mund të jetojmë me frikë gjatë gjithë kohës. Ne duhet të besojmë se do të shkojë mirë dhe të vazhdojmë përpara. Dhe nëse bie, ngrihu. Thjesht kështu. Ajo bisedë ndryshoi diçka brenda Beatrices. Nuk ishte magjike, nuk i zgjidhi të gjitha pasiguritë brenda natës, por mbolli një farë. Ajo filloi të ishte më e sjellshme me veten, të pranonte se ishte normale të kishte vështirësi, të kërkonte ndihmë kur kishte nevojë. Dhe çuditërisht, sa më shumë qetësohej, aq më mirë arrinte të studionte. Informacionet hynin më lehtë, përqendrimi përmirësohej dhe ajo filloi të ndjente se ndoshta, vetëm ndoshta, do të arrinte ta kalonte atë. Ndërkohë, Marseli vazhdonte të ndiqte nga larg. Ai nuk ishte tip që ndërhynte direkt, por kërkonte raporte të rregullta nga Roberti se si po përshtatej Beatrice. Roberti gjithmonë sillte lajme të mira, por gjithashtu paralajmëronte se ajo mbante ende shumë tension. Marseli vendosi atëherë të bënte diçka që nuk e bënte zakonisht, e ftoi Beatricen për një drekë. Jo në kompani, jo në ndonjë restorant luksos, por në një vend të thjeshtë, një lulishte tradicionale në pazarin e ri, nga ato që shërbejnë bukë me gjalp dhe kafe me qumësht në filxhan të mëdhenj. Beatrice u befasua nga ftesa, por pranoi.
Ata u takuan një të shtunë në mëngjes dhe Marceli ishte veshur në mënyrë të rastësishme, gjinse dhe këmishë të thjeshtë, pa formalitetin që ajo ishte mësuar të shite tek ai. U ulën në një tavolinë pranë dritares dhe Marceli porositi bukën tradicionale me gjalp dhe kafe. Doja të flisja me ty larg kompanisë, larg gjithçkaje, tha Marceli, pasi erdhi porosia. Doja që ti të më tregoje si ndihesh vërtet, pa frikë se do të zhgënjeje askënd, pa filtr. Beatrice lëvizi kafen, e menduar. Sinqerisht, zotëri Marcel, unë jam e trembur. Jam e lumtur, shumë e lumtur vërtet, me gjithçka që bëtë për mua dhe për nënën time. Por në të njëjtën kohë, kam frikë se nuk do të jem në lartësinë e gjithë kësaj. Kam frikë se një ditë ju do të më shikoni dhe do të kuptoni se keni bërë një gabim. Marceli tundi kokën. Beatrice, unë nuk bëra asnjë gabim. Dhe e di pse? Sepse unë nuk po pres që ti të jesh perfekte. Nuk po pres që ti të mos gabosh kur, të mos kesh kur dyshime, të mos kesh kur nevojë për ndihmë. Unë thjesht dua që ti të kesh mundësinë të ndërtosh jetën tënde, ashtu siç ke dashur gjithmonë. Dhe nëse gjatë rrugës ti pengohesh, është në rregull. Ngriu dhe vazhdo. Kështu bëjmë ne. Ai mori një glënjë kafeje dhe vazhdoi. E di, unë e kalova gjithë jetën duke menduar se duhej të isha i fortë gjatë gjithë kohës, se nuk mund të tregoja dobësi, se duhej të zgjidhja të gjitha vetë. Pasi vëllai im vdiq, unë mora përsipër kompaninë e babait tim, u kujdesa për nënën time, ndërtova një perandori. Por në thelb, isha bosh. Nuk kisha qëllim të vërtet, nuk kisha lidhje me asgjë. Derisa të gjeta ty në atë kuzhinë, në atë orë të agimit dhe papritmas kuptova se kisha një shans të bëja diçka që vërtet kishte rëndësi. Nuk ishte për biznesin, nuk ishte për para. Ishte për të qenë njeri. Dhe ishe ti që ma dhe këtë shans, Beatrice. Kështu që në fakt, unë jam ai që të detyrohet ty. Beatrice qëndroi në heshtje duke përpunuar ato fjalë. Kur nuk kishte menduar në atë mënyrë, kur nuk kishte imagjinuar se Marceli gjithashtu mbante plagët e tij. Pa pritmas, ai nuk ishte më ai biznesmeni i largët dhe i fuqishëm. Ishte thjesht një burr që, si ajo, po përpiqej të gjente një kuptim në jetë. Faleminderit që ma the këtë, zotëri Marcel. Mendoj se kisha nevojë ta dëgjoja. Dhe mund të ndalosh së më quajturi zotëri gjatë gjithë kohës. Kur nuk jemi në kompani, mund të më thërrasësh Marcel. Nuk kemi nevojë të jemi kaq formal. Ajo buzëqeshi. Mirë, Marcel. Ata kaluan pjesën tjetër të mëngjesit duke biseduar, jo për punë, jo për detyrime, por për jetën, për ëndrat, për frikrat dhe shpresat. Marceli foli për vëllain, për mënyrën se si humbja e tij i dha formë gjithë jetës së tij, për mënyrën se si ai gjithmonë ndjeu se duhej të nderonte kujtimin e Andreas duke qenë i suksesshëm, duke qenë i fortë, duke qenë i përsosur. Beatrice tregoi për fëmijërinë, për mënyrën se si babai kishte vdekur kur ajo ishte e vogël, për mënyrën se si nëna kishte punuar aq shumë për të arritur vetëm. Për mënyrën se si ajo gjithmonë kishte ëndërruar të diplomohej për t'i dhënë një jetë më të mirë zonjës Helena. Dhe për herë të parë, të dy kuptuan se kishin shumë më tepër të përbashkëta nga sa imagjinonin. Kur u përshëndetën, Beatrice ndjeu se diçka kishte ndryshuar. Nuk ishte vetëm mirënjohje ajo që ndjente për Marcelin, por edhe respekt, admirim dhe një lidhje e vërtetë që shkonte përtej rrethanave që i kishin bashkuar. Ajo u kthye në shtëpi. Më e lehtë, më e sigurt dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeu se vërtet e meritonte atë shans. Ditët kaluan dhe më në fund erdhi momenti i provimeve nivelizuese në universitet. Beatrice studioi sikur më parë, rishikoi çdo lëndë, bëri simulime, kërkoi ndihmë nga profesorët. Në ditën e provimit të parë, ajo ishte nervoze, por edhe e vendosur. Hyri në sallë, mori provimin, lexoi pyetjet dhe filloi të përgjigjej. Pyetjet e para ishin të vështira, por ajo u kujtua për këshillën e nënës, bëje më të mirën tënde dhe nëse gabon, është në rregull. Mori frym thellë dhe vazhdoi. Kur doli nga salla, disa orë më vonë, ajo ishte e raskapitur, por edhe e lehtësuar. Kishte dhënë më të mirën e vet dhe tani vetëm priste. Gjatë javës së pritjes së rezultateve, Beatrice vazhdoi të punonte, të vizitonte nënën në klinikë dhe të përpiqej të mos mendonte shumë për atë që mund të ndodhte. Zonja Helena ishte gjithnjë e më mirë, tashmë flitej për dalje të pjesshme dhe gëzimi i saj ishte ngjitës.
Një natë, ndërsa darkonin së bashku në apartament, zonja Helena tha diçka që mbeti e gdhendur në kujtesën e Beatrices. E di, vajza ime, unë gjithmonë kam besuar në Zot, por rrëfej se ka pasur momente kur kam dyshuar. Momente kur mendoja se nuk kishte rrugë dalje, se ne ishim vetëm në bollë. Por tani, duke parë gjithçka që ndodhi, unë kuptoj se ndonjëherë ndihma vjen nga aty ku më pak e pret. Zotëri Marceli u shfaq në jetën tonë si një engjëll, por nuk ishte rastësi. Ishte sepse ti ke qenë gjithmonë një person i mirë, i përkushtuar, dhe në një farë mënyre, universi e shpërbleu këtë. Jam shumë krenare për ty, Bia. Shumë krenare. Beatrice përqafoi nënën dhe të dyja qëndruan aty në heshtje, duke ndjer paqen e atyre që më në fund kishin arritur të kalonin stuhin. Rezultatet e provimeve dolën një të premte. Beatrice ishte në punë kur mori emailin nga universiteti. Ajo e hapi me duar që i dridheshin, lexoi rreshtin e parë dhe ndjeu lotët të binin. Kishte kaluar. Në të gjitha provimet. Ishte zyrtarisht e ripranuar në kursin e administrimit të biznesit. Ajo u ngrit nga karrigia, vrapoi deri në zyrën e Robertit dhe i tregoi emailin. Roberti buzëqeshi gjerë, e përqafoi dhe tha, e dija që do t'ja dilje. Tani do t'i themi Marcelit. Ata shkuan së bashku në zyrën e Marcelit. Beatrice trokiti në derë dhe kur ai tha të hynte, ajo hyri me buzëqeshjen më të madhe që ai kishte parë tek ajo që kur u njohën. Kalova, Marcel. Kalova në të gjitha provimet. Marceli u ngrit, shkoi te ajo dhe, për herë të parë, e përqafoi. Nuk ishte një përqafim formal, i urimeve protokollare. Ishte një përqafim i sinqert, i dikujt që vërtet i interesonte. Nuk kisha dyshim, Beatrice. Nuk kisha asnjë dyshim. Atë natë, Beatrice u kthye në shtëpi dhe i tregoi gjithçka nënës. Ato festuan në mënyrë të thjeshtë, me një tortë të blerë në furrën e lagjes dhe pije freskuese, por ishte një nga festimet më të lumtura që kishin pasur ndonjëherë. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, të dyja fjetën të qeta, pa frikë nga e nesërmja, pa peshë në gjoks, thjesht me sigurinë se, më në fund, gjërat po vendoseshin. Muajt në vijim sollën një transformim që duke i pamundur vetëm një vit më parë. Beatrice u kthye në rutinën universitare me një përkushtim të rinovuar, por tani pa dëshpërimin që e konsumonte më parë. Ajo frekuentonte leksionet në periudhën e mbrëmjes, merrte pjesë në punë në grup, bënte provime dhe për herë të parë arrinte vërtet të shijonte procesin e të mësuarit. Profesorët vunë re ndryshimin tek ajo, pjekurinë, thellësinë me të cilën ajo trajtonte temat. Nuk ishte më thjesht një studente e talentuar, por dikush që kishte jetuar në lëkurë teorik mbi menaxhimin e krizave, mbi leadershipin, mbi rëndësinë e vendimeve njerëzore në mjediset korporative. Zonja Helena doli nga klinika me ndjekje ambulatore. Mjekët ishin të impresionuar me shërimin e saj dhe megjithse ende duhej të merrte ilaçe dhe të bënte konsultime të rregullta, ajo ishte e panjohshme krahasuar me atë grua të brish dhe pa shpresë të muajve më parë. Ajo filloi sërish të qepte, jo më nga nevoja e dëshpëruar, por sepse i pëlqente, sepse ishte diçka që e bënte të ndihej e dobishme dhe e lidhur me botën. Ajo filloi të bënte rroba për bazare bamirësie dhe shtëpia, e cila më parë ishte shënuar nga heshtja e rëndë dhe sëmundjes, tani kishte muzikë, të qeshura dhe biseda deri vonë në natë. Në kompaninë e Marcelit, Beatrice u dallua shpejt në funksionin e ri. Ajo që filloi si një pozicion administrativ i lehtë, përfundoi duke u shndërruar në diçka më të madhe kur Marceli vuri re se ajo kishte një talent natyral për të kuptuar dinamikat njerëzore brenda organizatës. Ajo filloi të punonte me Robertin në sektorin e burimeve njerëzore, duke ndihmuar në identifikimin e punonjësve që po përballeshin me vështirësi, duke propozuar përmirësime në kushtet e punës. Dhe duke sjell një perspektivë që shumica e drejtuesve nuk e kishin, perspektivën e dikujt që njihte anën tjetër, të dikujt që kishte jetuar luftën e përditshme për të mbijetuar. Ishte gjatë një prej këtyre analizave që Beatrice zbuloi diçka shqetësuese. Duke rishikuar regjistrat e punonjësve, ajo gjeti raste të tjera të ngjashme me të sajën, njerëz që punonin orë shtesë pa u paguar, duke grumbulluar funksione pa njohje. Duke pranuar kushte abuzive sepse kishin nevojë për punën dhe kishin frikë të ankoheshin. Ajo ja dorëzoi raportin Marcelit një të hënë në mëngjes dhe shpreha e tij ndryshoi ndërsa lexonte. Kjo po ndodh në kompaninë time? Në kompaninë time? Marceli goditi me dorë në tavolinë, i indinjuar. Si ka mundësi që e lash këtë të kalonte?
Si ka mundësi që askush nuk më njoftoi? Beatrice zgjodhi fjalët me kujdes. Marcel, ti drejton një kompani të madhe me mijëra punonjës. Është e pamundur të dish gjithçka. Por tani që e dim, mund të ndryshojmë. Mund të bëjmë ndryshe. Marceli e shikoi dhe pa në ato sy të njëjtën vendosmëri që kishte parë në atë agim në kuzhinë. Ke të drejtë. Dhe pikërisht këtë do të bëjmë. Harto një propozim, Beatrice. Një propozim të plot për ristrukturimin e politikave të punës. Dua që çdo punonjës i kësaj kompanie të trajtohet me dinitet. Dua kanale denoncimi që funksionojnë, dua mbikëqyrës që të jenë njerëzor, dua që askush të mos duhet të zgjedhë më midis shëndetit të vet dhe punës. Beatrice punoi ditë e natë për propozimin, me ndihmën e Robertit dhe të një ekipi konsulentësh. Ata intervistuan punonjës, dëgjuan histori, identifikuan probleme strukturore dhe hartuan një plan. Gjithë përfshirës që përfshinte nga ndryshimet në kontratat e punës deri te programet e mbështetjes psikologjike dhe financiare. Kur propozimi ishte gati, Marceli thiri një takim me të gjithë drejtorët e kompanisë. Salla e konferencave ishte plot dhe shumë prej të pranishmëve nuk e dinin me saktësi pse ishin thirrur. Marceli filloi prezantimin duke folur për historinë e tij, për vëllain që humbi, për mënyrën se si ajo humbje i dha formë gjithçkaje që ai u bë. Ai foli për kolonelin Armand Silva, për letrat që i sollën ngushëllim nënës së tij dhe për mënyrën se si, dekada më vonë, ai pati mundësinë të kthente atë mirësi duke ndihmuar mbesën e atij burri. Salla ishte në heshtje absolute dhe disa drejtorë dukeshin të shqetësuar, pa ditur se ku do të çonte kjo. Dhe ishte në këtë proces që zbulova diçka që më turpëron thellësisht, vazhdoi Marceli. Zbulova se në kompanin time, njerëzit po shfrytëzoheshin, po punonin pa marrë atë që u takonte, po hiqnin dorë nga dinjiteti i tyre sepse mendonin se nuk kishin zgjedhje. Dhe unë nuk mund ta lejoj që kjo të vazhdoj. Jo pas gjithçkaje që mësova nga kjo histori. Pra, duke filluar nga sot, ne do të zbatojmë ndryshime të thella në mënyrën se si i trajtojmë punonjësit tanë. Ai ia dha fjalën Beatrices, e cila prezantoi propozimin me një qartësi dhe pasion që i impresionoi të gjithë. Ajo foli me njohuri të thella, citoi raste reale pa ekspozuar emra, dhe tregoi se si ndryshime të vogla mund të kishin ndikime të mëdha në jetën e njerëzve. Kur mbaroi, pati një moment heshtjeje dhe pastaj disa drejtorë filluan të bënin pyetje. Disa ishin skeptik, mendonin se kjo do të kushtonte shumë, se do të dëmtonte produktivitetin. Por Marceli ishte i vendosur. Unë nuk po kërkoj mendime nëse do ta bëjmë këtë apo jo. Unë po them se do ta bëjmë. Dhe nëse dikush këtu mendon se trajtimi i njerëzve me dinjitet është shumë i shtrenjtë, mund të kërkoj punë diku tjetër. Këtu, gjërat do të ndryshojnë. Propozimi u miratua dhe në muajt në vijim, kompania kaloi një transformim të thellë kulturor. Punonjësit që më parë jetonin me frikë të flisnin filluan të ndiheshin të dëgjuar. Kushtet e punës u përmirësuan, pagat u rregulluan dhe u krijua një ambient ku njerëzit ndjenin se ishin më shumë se thjesht numra në një fletë llogaritjesh. Historia e Beatrices, megjithse nuk u bë publike, u përhap nëpër korridore dhe ajo u bë një figurë e respektuar, dikush që përfaqësonte mundësinë e një ndryshimi real. Paralelisht, marrëdhënia midis Marcelit dhe Beatrices u shndërrua. Nuk ishte më vetëm mirënjohje nga njëra anë dhe bujari nga tjetra. Ishte një miqësi e vërtetë, e ndërtuar mbi bazën e respektit të ndërsjellë, në biseda të sinqerta dhe në kuptimin se të dy kishin plagë që po shëroheshin pak nga pak. Marceli, i cili më parë jetonte në një vetmi të rëndësishme për veten, i rrethuar nga luksi por bosh nga brenda, filloi të ndihej i lidhur sërish. Beatrice, e cila më parë mbante botën vetëm në shpatulla, mësoi se të kërkosh dhe të pranosh ndihmë nuk ishte shenjë dobësie, por guximi. Një pasdite, disa muaj më vonë, Marceli ftoi Beatricen dhe zonjën Helena për darkë në shtëpinë e tij. Nuk ishte një darkë formale, me kamerier dhe menu të hollësishme. Ishte diçka e thjeshtë, e përgatitur nga vetë shtëpiakja me ndihmën e tyre, dhe tavolina u vendos në kuzhinë, pikërisht atë kuzhinë ku filloi gjithçka. Ndërsa hanin, zonja Helena, e cila kishte një mënyrë të thjeshtë por të mençur të foluri, shikoi Marcelin dhe tha: "Zotëri Marcel, nuk e di nëse e kam thënë këtë siç duhet, por faleminderit. Faleminderit që e shikove vajzën time atë agim dhe pate më shumë se një punonjëse. Faleminderit që u kujdesët. Ju na shpëtuat të dyja." Marceli tundi kokën me sytë e përlotur. "Unë nuk shpëtova askënd, zonja Helena.
Unë thjesht bëra atë që ishte e drejtë. Dhe në fakt, ishte Beatrice ajo që më shpëtoi mua. Unë po jetoja një jetë boshe, pa qëllim të vërtetë. Ishte ajo që më tregoi çfarë vërtet ka rëndësi. Beatrice mbajti dorën e nënës me njërin dorë dhe atë të Marcelit me tjetrën. Ne shpëtuam njëri tjetrin atëherë. Dhe tani vazhdojmë përpara së bashku. Semestri në universitet përfundoi me Beatricen ndër studentët më të mira të klasës. Ajo arriti të balancoj punën, studimet dhe kujdesin për nënën në një mënyrë që dukej e pamundur më parë, por tani ishte natyrale. Disa kolegë të fakultetit ju afruan, kureshtarë se si ajo arrinte t'i bënte të gjitha dhe Beatrice filloi të ndante historinë e saj, jo me krenarit të kot, por me përullsinë e dikujt që e di se mbijetoi sepse pati ndihmë në momentin e duhur. Një nga këta kolegë, një djalë i quajtur Filip, i cili gjithashtu punonte ndërsa studionte, u hap për vështirësitë e tij. Beatrice e dëgjoi me vëmendje dhe, e frymëzuar nga shembulli i Marcelit, vendosi të ndihmonte. Ajo foli me Robertin, i cili i gjeti një vend pune në kompani për Filipin, në kushte dinjitoze, me orar fleksibël. Kur Filipi mori vesh, nuk mundi t'i mbante lotët. Dhe kështu, cikli vazhdoi. Një person që ndihmon tjetrin duke shumëzuar mirësinë që kishte marrë. Marceli, kur mori vesh çfarë kishte bërë Beatrice, buzëqeshi. Ti mësove shpejt, Beatrice. Mësove se mirësinë nuk e mbajmë për vete. E kalojmë më tej. Pikërisht, u përgjigj ajo. Dhe ishe ti ai që ma mësove këtë. Muajt u shndërruan në stin dhe jeta e të gjithë të përfshirëve në atë histori vazhdoi të transformohej. Zonja Helena, plotësisht e shëruar, u kthye të ishte gruaja e fortë dhe e pavarur që kishte qenë gjithmonë, por tani me një mirënjohje të thellë për çdo ditë që kishte përpara. Beatrice u diplomua me lavdata, mori oferta pune nga disa kompani, por vendosi të qëndronte në kompaninë e Marcelit, tani jo më si një punonjëse e thjeshtë, por si menaxhere e burimeve njerëzore. Duke punuar direkt me Robertin për të siguruar që ndryshimet e zbatuara të ishin të përhershme. Marceli, nga ana e tij, zbuloi diçka që kishte harruar gjatë viteve, se suksesi i vërtet nuk matet me numra bankar apo me perandori biznesi, por me ndryshimin që bën në jetën e njerëzve. Ai filloi të përfshihej në projekte sociale, duke përdorur ndikimin dhe burimet e tij për të krijuar mundësi për të rinj në nevojë, për familjet në situata vulnerabël dhe për të gjithë ata që, ashtu si Beatrice, kishin nevojë vetëm për një shans. Një natë dhjetori, saktësisht një vit pas asaj agimi kur filloi gjithçka, Marceli organizoi një ngjarje të vogël në kompani. Ai mblodhi të gjithë punonjësit që kishin përfituar nga politikat e reja të. Gjithë ata që kishin marrë një shans të dytë dhe mbajti një fjalim të thjeshtë, por thellësisht emocionues. Një vit më parë, unë gjeta dik duke larë enët në kuzhinën time në orën 3 të mëngjesit. Unë thjesht mund ta kisha dërguar atë në shtëpi dhe ta kisha harruar çështjen. Por diçka më bëri të ndaloja, më bëri të pyesja, më bëri të doja të kuptoja. Dhe ky vendim ndryshoi jetën time. Ndryshoi jetën e Beatrices, ndryshoi jetën e nënës së saj dhe përfundoi duke ndryshuar jetën e qindra njerëzve në këtë kompani. Sepse kur vendosim të shohim, vërtet të shohim tjetrin, kur vendosim të na interesoj, transformimi është i pashmangshëm. Unë mësova se nuk ka rëndësi sa kemi, sa arrim, nëse jetojmë të shkëputur nga njerëzit rreth nesh. Ajo që ka rëndësi është të përdorim atë që kemi, qoftë shumë apo pak, për të bërë një ndryshim. Dhe unë jam mirënjohës, thellësisht mirënjohës, që pata këtë shans. Beatrice ishte në audiencë pranë nënës dhe të dyja qanin të emocionuar. Kur Marceli mbaroi, të gjithë duartrokitën, jo një duartrokitje protokollare, por një duartrokitje e sinqertë, plot mirënjohje dhe njohje. Pas ngjarjes, Marceli, Beatrice dhe zonja Helena u kthyen në vilë. Ata shkuan në kuzhinë, pikërisht atë kuzhinë ku filloi gjithçka, dhe Marceli bëri kafe për të tre. U ulën në tavolinë, biseduan për të ardhmen, për planet, për ëndrat që ende ishin përpara. Dhe në atë moment, duke parë ato dy gra që ishin bërë pjesë thelbësore e jetës së tij, Marceli kuptoi se kishte gjetur më në fund atë që kërkonte prej aq kohësh, një qëllim të vërtet, një lidhje reale. Dhe paqen e dikujt që e di se ka bërë gjën e duhur. Beatrice shikoi përreth kuzhinës, kujtoi atë agim, atë dëshpërim, atë frikë. Dhe pastaj shikoi ku ishte tani, e diplomuar, e punësuar në një pozicion që e përmbushte, me nënën e shëndetshme pranë dhe me një të ardhme plot mundësi. Buzëqeshi dhe tha,
kush do ta thoshte se larja e enëve në orën 3 të mëngjesit do të ndryshonte gjithçka, apo jo? Marceli qeshi, një qeshje e lehtë dhe e vërtetë. Ndonjëherë, ndryshimet më të mëdha fillojnë në vendet më të thjeshta, në gjestet më të vogla. Ne thjesht duhet të jemi të vëmendshëm. Dhe të jemi të gatshëm të veprojmë, plotësoi zonja Helena, duke ngritur filxhanin e kafes sikur të bënte një dolli. Të veprojmë me zemër. Të tre bën dolli në atë kuzhinë që kishte qenë dëshmitare e fillimit të gjithçkaje dhe ndjen mirënjohjen e thellë të atyre që i mbijetuan stuhis dhe arritën në anën tjetër më të fortë, më njerëzor, më të plotë. Jeta e secilit prej tyre ishte shënuar nga humbje, nga dhimbje, nga momente dëshpërimi. Por aty, në atë moment, ata ishin prova e gjallë se mirësia shumëzohet, se empatia transformon dhe se kur dikush shtrin dorën në momentin e duhur, ndodhin mrekulli. Jo mrekulli mbinatyrore, por mrekulli njerëzore, të ndërtuara me zgjedhje të vetëdijshme, me guxim për të vepruar dhe me besimin se ja vlen të kujdesesh. Dhe kështu, historia që filloi me një zhurmë të thjeshtë pjatash në agim u shndërrua në një udhëtim shpëtimi, shërimi dhe shprese. Një histori që tregon se sa do të humbur të jemi, sa do vetëm të ndihemi, gjithmonë ka mundësi për një fillim të ri kur dikush vendos të shohë përtej pamjeve dhe të shohë njerëzoren të tjetri. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Beatrices, zonjës Helena dhe Marcelit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim të i kalimi dhe mirësie, klikoni butonin më pëlqen, abonoheni në kanal dhe na tregoni në komente çfarë ju ka lënë më shumë mbres në këtë histori. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, të cilat zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na kujtojnë rëndësinë e të shtrirjes së dorës ndaj atyre që kanë nevojë. Ju presim në episodin tjetër, me një tjetër histori që do të prek emocionet tuaja dhe do t'ju bëjë të besoni se gjithmonë ka shpresë, edhe në momentet më të vështira.